Është turpi i Shqipërisë për këtë dhe më vjen shumë keq që unë erdha me atë dhe gjysë, domethënë një popullsi shumë e madhe që po vjen turizëm, edhe është shumë mirë që po kthehet turizmi, po dhe turizmi duhet shofi diçka, jo të vit shofi mbeturinat edhe. Ky i lagje nuk ka mbeturina fare. Unë i marr mbeturinat nga këtu i çojnë në Kams. S'keni as kosha. Ja zbot fjala. Nga këtu i çojmë këurët Apizës, i çojmë mbeturinat. Edhe do të thojnë populli pse ka shumë mbeturina këtu. Ka shumë mbeturina se s'ka ku t'i çoj. S'ka ku do t'i çoj mbeturinat. Unë i marr makinën time, këtu i çojmë Kamës mbeturinat, këtu këurët Apizës i çojmë mbeturinat. Po kjo është turp. Po ai që s'ka mundësi, s'ka makina, ai do t'i hudhi diku. Te i kanalet. Do t'i hudhi me një kanal. Po ai kanali do dalin ato plenat diku. Ata do shkojnë nga këtu, kanali nga këtu do shkojnë lum, nga lumi, do shkojnë ke kolektori. Nga këtu do shkojnë lum, nga lumi do shkojnë det. Deti do t'i çojnë bregdetit ton. Bregdetit ton që do t'i shohin gjithë turistat shqiptar apo që vinë turistat në Shqipëri. Po, do t'ja shkon zinxhira. Domethënë